2025 për shkak të remontit në Kek dhe rritjes kërkesës për prodhim vendor, i cili ka qenë më i vonë, është rritur nevoja për import. Procesi i konsultimit ka kaluar në të gjitha fazat e parapara rregullatore, duke filluar nga pranimi i aplikacioneve në vlerë të censuarit muajin janar 2026, pastaj publikimi i raporteve muajin prill 2026, me periudhë konsultimi prej 15 ditësh, deri te finalizimi i raportit përfundimtar me përgjigje të komenteve. Gjatë këtij procesi kemi pranuar komente nga 5 kompani, Keku, Kosti, Keci, Kesko, Elektroseveri dhe organizata e shoqërisë civile interne. Kërkesa në aplikacionin për tyrat e lejuara maksimale të operatori i sistemit transmetimit, Kostit, ka qenë rreth 99 milion e 300.000 euro, ndërsa propozimi për vendimtarë zëres është rreth 76 milion e 400.000 euro, që nënkupton rreth 23% me ullë se sa vlera paraqitur në aplikacionin e Kostit. Ky vlerësim bazohet në analizën e komponenteve kryesore të kostos, duke përfshirë shpenzimet operative, vlerësimin e kthimit e lejuar që lidhen me investimet kapitale, pastaj janë trajtuar kostot e punët bërjeve, kostot e humbjeve, shërbime ndihmëse dhe faktori përshtatjes korrigjimit i cili aplikohet. Ku kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale ka qenë nga ana e tyre rreth 235 milion e 380.000 euro, ndërsa propozimi përfundimtar i ZRE-s është rreth 185 milion e 960.000 euro, që nënkupton diku rreth 21% është më shumë se sa vlera që është e paraqitur në aplikacionin nga ana e tyre. Ky vlerësim reflekton një analizë të detajuar të komponenteve kryesore për përcaktimin e të hyrave, si kostot operative, kostot e lidhura me investime kapitale, përfshirë këto vlerësimin dhe kthimin e investime, kostot për mbulimin e humbjeve në vjet, si dhe të hyrat e paregulluara tarifore. Po ashtu këtu është marrë në konsiderat edhe faktori përshtatjes të hyrave i aplikuar për të adresuar devijimet e viteve paraprake, duke garantuar një trajtim të drejtë dhe transparent të kostove. ZRE-ja, pasi ka marrë komentet e paraqitura nga ana e operatorit të sistemit dhe shpërndarjes, ka përditësuar vlerjet e humbjeve në të dhënat e realizuara për muajin mars 2026, po ashtu ka përditësu edhe çmimin e supozuar të importit për muajt e mbetur të vitit për dhjetor 2026, me 2.65 euro për megawatt orë. Kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale për furnizuesin e shërbimeve universale, respektive Kesko, për konsumatorët e lejuar tarifor ka qenë edhe 528 milion e 780.000 euro, ndërsa propozimi përfundimtar i ZRE-s është rreth 442 milion e 230.000 euro, që nënkupton rreth 16.4% më shumë se vlera e paraqitur në aplikacionin e FSHU-s. Pas përfilizimit kostave sipas marrëveshjes arritur mes Kek dhe Kesko. Vlen të përmendet se komponent kryesor i kostos mbetet vlera e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve, e cila është ndikuar nga zhvillimet treg, përfshirësimet e larta të importeve dhe kufizimet e prodhimit vendor, si pasojë edhe remontet në të centrale të vjetore të Kekut dhe rritjes së konsumit. Për të zbutur ndikimin në faturat e vitit 2026, Kek dhe Kesko kanë shtyrë përmes faktorit të utilizimit vlerët e energjisë që blihen për periudhën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027. Kostot reale janë të përfshira dhe në këtë raport, mirë po vetëm kjo kosto është shpërndarë që është e prapon edhe me rregullat për të hyrat e lejuara maksimale, është në mënyrë që mos të kem rrezikim të sigurisë së furnizimit, kostoja e mos e remonteve ose mos prodhimit nga gjeneratorit vendor është shpërndarë në periudhë 2 vjeçare në mënyrë që
edhe efekti te konsumatorët jetë shumë i vogël